Situata e vështirë që po kalonte ekipi i volejbollit të femrave të Vllaznisë në fund të vitit të kaluar, duket se ka nisur të ndryshojë. Drejtuesit e klubit kanë reaguar në fillim të këtij viti, duke ndërmarrë hapat e parë konkret për forcimin e skuadrës. Skuadra e drejtuar nga trajneri Dorian Tafa ka shtuar së fundmi në organik 2 lojtare të huaja. Bëhet fjalë për 2 volejboliste amerikane, të cilat kanë bërritur tashmë në Shkodër dhe kanë bërë edhe debutimin e tyre në ndeshjen e fundit ndaj Korabit, të zhvilluar në fundjavë. Lojtaret e sapo ardhura janë Madeline Batiste dhe Jada Stackhouse, të cilat aktivizohen përkatësisht në pozicionin 4 dhe atë të diagonalistes. Prania e tyre ka ndikuar pozitivisht në lojën e skuadrës, duke e bërë Vllaznin më të kompletuar dhe më konkurruese. Burime pranë klubit bëjnë me dije se në ditët në vijim pritet i bashkohet ekipit edhe një lojtare braziliane. Këto përforcime synojnë jo vetëm sigurimin e një vendi në fazën play-off, por edhe tentativën për të futur mes 4 skuadrave më të mira të kampionatit. Mbetet për tu parë nëse Vllaznia do të arrijë të realizojë këto objektiva.